والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për pejgamberin ton alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët e përsjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamat I dashur, sot është dita e xhamat, dita më e mirë e javës, dita ku na dërgojmë salavat e pejgamberit ton alayhi salam, bim herët në xhami, e japim sadaka, e vizitojmë të afërmin ton, të sëmurin ton, me fjalë qera. Kjo ditë pra neve na dallon për ditëve qera kur vim e falim namazin e xumës. Prandaj lutim Allahun të ban kabul namazin e xumës, e lutim Zotin që të sëmurët tanë të I shëron, e të vdekurit tanë të I mëshiron. Lutim Allahun që neve të na mbron nga azabi I varrit, të na mbron nga borxhet, e të na mbron nga shoqëria e keqe, dhe mbi gjitha xhamat. Lutim Allahun e manushëm që fjala jone e fundit e dal prej kësaj bote, me u konë duke e thonë, me bindje, me gojë plot dhe me zemër, la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, amin. Xhamat, jemi në vazhdim e sipër se cilat janë ata veset e këqija të cilët e prishin zemrën e besimtarit. E sot inshallah do të folim për zemërimin. Ke pa shumë njerëz në kuptim kështu po tham, jo në shumicën e rasteve, po ka njerëz të cilët e kanë si shprehi, kujdes se ki shpejt zemërohet, kujdes se une shpejt gufoj, une shpejt plasi, edhe këtuj se e ka marrë pak si zakon këta, edhe ki ku dalin në rrugë, blon me qetrin, kur dalin, kur ti në kafe, e ban halakam, ama gjithë po mdogës se në shpi ki zguzon me folë. A unë jam gabim, a mundet më kam të shpia, nuk ka që di se bëhat shumë I butë. Dhe me thonë, jo gjithmonë zemërimi, ama pak të shpia, këshire që po duhet me ngrej roqënën edhe bile pak edhe pizorit edhe me kesh. Për ndryshe, harabat bëhat krejt. Prandaj, do të folimi disa nga shkaqet e zemërimit dhe si ta mbizotërojmë pra zemërimin. Ashtë e mundur ta hekim zemërimin, ashtë e pa mundur, dhe në cilat raste duhet shprehet zemërimi gjatë jetës sot. Thot njeri I urt, një moment I durimit në kohën e zemërimit, kështu ka thonë, një moment I durimit në kohën e zemërimit e shpëton njeriun nga vitet të tëra të pendimit dhe trishtimit. Prandaj, kur vije në konsiderat zemërimi, pra kur zemërohet një njeri, është një mekanizëm vetë mbrojtës, por nëse kontrollohet si që duhet. Atëherë, ja ki dhonë hakun zemërimit, mirë po nëse ajtë kontrollon pra zemërimi, atëherë është kjo një cilësi shkatëruste tek besimtari. Pejgamberi jon alayhis salam xhamat e spjegon origjinën e zemërimit. Ai pra ka thonë, zemërimi është prej shejtanit dhe shejtani është I krijuar nga zjarri. Me qenë se uji e shuan zjarrin, atëherë kur ndonjëri prej jush zemërohet, le të marr abdes. Kështu ka thonë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Atëherë xhamat lind pyetja kështu. Atë kanë ndodhur të jesh I zemëruar, sigurisht. Gjithve në ndodhë që gjatë jetës sot në pratë jemi të zemëruar. Edhe bile ndonjëherë zemërimi e ka kontrollu dika edhe ma tepër. Deri ka ardhur deri te grushti e deri te rraja rrugën e Zot. Ka disa xhamat që nuk e kontrollojnë veten edhe përlahen me të tjerët.
Bile përlahet me të dashurit e vet, përlahet me prindin, me babën, me nanë, me vllaznit, edhe përlahen grua e burr, edhe kundërta burr edhe gru. Atëherë me që është që Zoti pra e ka falë zemrimin, po them kështu, kuptohet ne duhet të përmendim disa shkaqe, po të njëjtën kohë edhe si ta shërojmë apo si ta mbizotrojmë ata. Këtë rast xhamot, Allahu kur e ka kriju pra njeriun, ai ka kriju shumë emocione dhe dëshira brenda secilit njeri, që ne pra i quajmë ato instinkte njerëzore, siç janë për shembull cilësitë pozitive, vlerësimi i vërtetës dhe praktikimi i saj. Kemi pastaj dashurinë e empatinë, nevojat e pastra fiziologjike, siç janë etja, uria dhe nevojat seksuale. Edhe këto normal janë të përfshira, edhe është i përfshirë edhe zemërimi, urrejtja të cilat rezultojnë me dhunë dhe depresion. Atëherë xhamot, përderisa e përmendim këtë ligë, në disa raste kuptohet zemrimi është edhe një cilësi pozitive që e përmendim pak më vonë, është një ndjenjë e natyrshme e Allahu këta e ka mbjell pra këtë ndjenjë që të njerëzit të reagojnë atëherë kur dëmtohesh, do thotë atëherë kur të bëhet pa drejtësi, pra na qenë ka e lyme në këtë rast, kur dëmtohesh, kur të bëhet pa drejtësi në nderin tënd, në familjen tënde, në pasurinë tënde. Mirë po xhamot, është shumë interesante se kjo nuk guxon pra të i kalohet, të i kalon në kufit e zemrimit tani më të lejuar në këtë rast. Linë pyetja xhamot, pse zemrohemi? Në pyetja është provokimi i papritur nga një situatë e papritur, e cila tani më shkakton kështu një frustrim, një humbje kontrolli, edhe reakcion në këtë rast pra zemrimi. Do më thonë xhamot, është në rregull njeriu me ul zemrimin, po ashtu është rreziku xhamot, kur ai neve pra na kontrollon edhe në këtë rast vinje deri te shkatrimi jon kështu. E pejgamberi jon alayhis salam xhamot e ka dhënë ilaçin për këtë dukuri negative. Pejgamberi jon alayhis salam neve na ka dhënë ilaçin për këtë dukuri negative. Ka thonë kështu: jepjani dorën njënit tjetrit se zemrimi largohet. Kështu ka thonë. Me dhon dorën njënit tjetrit se zemrimi largohet. Pastaj ka thonë pejgamberi jon alayhis salam: jepni hedije njënit tjetrit, do të duheni, e kjo do ta shlijej armiqsinë mes jush. Kjo i bie kështu xhamot, me dhon dorën njënit tjetrit e zemrimi largohet, ke po nëse na rrina të zemërum, të hidhnum njëni me tjetrin, shka aktivizohet me njëherë pra ai mendimi i keq, ajo urrejtja, inati, dhe ti vetëm se prit e sa mos me gofumum ai momenti. Prandaj, kur na i shtrim dorën njënit tjetrit, kjo nuk do të thotë se ti tani mo e ki bo shok shtëpie, e ki bo një mik shumë ngosht. Thjesht kur ja ki dhënë dorën atij, i ki tregu se unë nuk kam urrejtje e xhelozi ndaj teje. Thjesht po unë me jetu rahat si besimtar, apo në fundi si njeri që më ka falë pra Zoti mua krijeset e dhume për krijesave tjera. Kur thot pejgamberi jon alayhis salam, jepjani dorën njënit tjetrit, sepse largohet pra zemrimin. Po edhe hedija, edhe dhurata xhamot e ban vetën. Edhe një dhurat që jep dikujt, edhe kjo e ban vetën, edhe sado kudo pra afrohen në zemrët e besimtarëve, dhe ti e kujton për të mirë, me mendimet mira, vetëm se ta ka dhonë pra një dhurat ai besimtar ti. Ne muslimanët xhamot pasojmë dhe kemi modelin më të mirë. Kuptohet, ai është pra Muhamedi alayhis salam. Ne kemi modelin më të mirë dhe pasojmë pejgamberin ton alayhis salam.
kur dihet se Allahu atë e dërgoi për ta përsos moralin më të mirë. Dhe për ta përsos moralin më të mirë kuptohet tek të gjithë njerëzit në rrezullin toksor. Mirë po, pejgamberi jon alayhis salam për ato 13 vite që ka jetu në Mekë, jeta e tij nuk ka qenë sikur na që mendojmë sikur sot, por ka qenë pra me tortura, me sharje, me ofendime e me çfarë jo xhamat. A janë shpërballu me lloj njeriu dhe lloj fjalaje që ja kanë bë atij. Ama pejgamberi jon alayhis salam xhamat nuk ka shëndal për shembull me debatu e me polemizu me një mushrik të asaj kohe. Mi thonë kështu, ju mu më thoni unë jam rëndës, e më thoni se jam fallxhore gjana qera. Edhe me vërtetu dëshmi se unë jam i drejt e ju jeni në patë drejt. Ai ka ignoru dhe ka kontrollu për emocionet dhe zemërimin e tij. Në Taif xhamat gjithë dimat në ngjarje, çfarë ka ndodhur me pejgamberin tonë alayhis salam. Isha i nënçmuar, i gjakosur me gjitha ato. Mirë po pejgamberi jon alayhis salam çka ka bëu xhamat? E ka kontrollu zemërimin e tij dhe emocionet e tij. Pejgamberi jon alayhis salam ka bën dua për ata që Zoti t'i udhëzon, sepse ata janë të paditur, janë ignorant këtë rast. Këtë dua e ka bën pejgamberi jon alayhis salam. Dhe kur e mendon jeta e tij 13 vite, dhe e ka kontrollu emocionet edhe zemërimin e tij. A mundja na që tash, për shembull, për një rast neve me na ndodh me një mohabet, edhe me prish miqasin, me prish kojshillokën, me prish kërejt, për një fjalë goje që ta ka thonë ti dikush. 13 vite pejgamberi jon alayhis salam gjitha këto i ka duru. A janë njëjtë 13 vite, edhe unë edhe ti me një mohabet mi prish këtë raportet, kjo nuk është në rregull xhamat. Prandaj pejgamberi jon alayhis salam për neve është modeli më i mirë në këtë rast, dhe ai ishte tolerant edhe kishte kontroll emocionet e tija dhe zemërimin. Njëri prej shokëve të pejgamberit tonë alayhis salam i ka thonë, ka kërku në fakt të për pejgamberit tonë alayhis salam me tregu një gjë e cila e sjellë lumturinë këtë botë edhe në botën tjetër. Kështu i ka thonë, apo më tregon diçka që ma sjell mua lumturinë këtë botën dhe botën tjetër. A dini çfarë ka thonë pejgamberi jon alayhis salam? Ka thonë mos u zemëro. Ja ka përsërit 3 herë radhazi. Ka thonë mos u zemëro. Ai ka kërku diçka që më sjell mua lumturinë këtë botë, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, ka thonë mos u zemëro. U kri kjo punë. Një tjetër e ka pyet, i dërguari i Allahut më këshillo diçka të mirë, ndërsa pejgamberi jon alayhis salam i ka thonë edhe këtij mos u zemëro. Hadithin e transmeton pra Buhariu, për të vërtetuar se vërtet ky hadith dhe kjo ngjarje janë shumë e vërtetë. I ka thonë, apo më tregon një këshill shumë të mirë, po ka thonë mos u zemëro. Këtë këto 2 fjalë ja ka thonë pejgamberi jon alayhis salatu wassalam pra atij shokët e tij. Zemrimi dhe reaksioni natyral ndaj dukurive të lira, ndaj dukurive të liga. Këto xhamat paksa do të ndalemi kur personi që nuk tregon kurrë ndjenje ndaj dukurive negative, ky njeri është emocionalisht i zbrazët. Kur ndodh për shembull një dukuri negative, edhe unë edhe ti fare nuk mërziti me hiç çfarë duke ndodhur. Ky njeri tregon se nuk ka ndjenja dhe nuk ka shpirt dhimbjeve për ngjarjet që mundën me ndodh. Paraqitet për shembull një dukuri negative në familjen e tij, ky hiç se ka gal, smërzitet çfarë duke ndodh. Paraqitet shoqërinë, vendin ku jeton, dhe ky e ka rahat jetën e tij se unë jam mirë.
Jo xhamat, a di kur ti je mirë? Ti je mirë kur qetri edhe qetri është mirë. Kjo është ajo e mira e madhe që na duhet si besimtar me pas. Ka një thanje që thot një dietar, e keqja lulëzon kur njerëzit e mirë nuk bojnë asgjë që t'i kundërvijen asaj. Kur e keqja shtohet xhamat, kur njerëzit e mirë nuk veprojnë, kur njerëzit e mirë nuk kanë plane afatgjata, kur njerëzit e mirë nuk i angazhojnë njerëzit adekuat për ta përmirësuar atë dukuri negative. Kjo pra, këtu janë rezultati i mos zemrimit këtë rast xhamat, jam duke folë. I mos zemrimit, ky fare nuk zemrohet, absolut. Pastaj, me qenë neutral ndaj dukurive negative, është baraz me përkrarjen e padrejtësisë. A ki pa disa neutral, në s'po du mu prish me ata, ama dhe me këta s'po du mu prish. Xhamat, kur paraqitjet një dukuri negative, kjo nuk e ka kuptimin se na të ditë duhet mu prish, por është për qëllim që na ditë përmisohemi, që të është qëllimi o xhamat. Jo për mu prish, kur e shohim një dukuri negative, nëse na përdorim metoda jo adekuate, metoda jo të mira, jo të përshtatshme për filanin, atëherë lojmë me fjalë, përmendim gjanet negative që i ka, i zbulojmë të këshijat e tia nëse ekzistojnë, edhe më në fundi thojmë, e pave ti kushije. Jo, në këtë rast jo. Na nuk jemi të marrë me ata personalisht, po jemi duke u marrë xhamat me atë keqen që është paraqit. Na nuk guxojna me urrejt filanin, na duhet me urrejt të keqen kur paraqiten në shoqëri xhamat. Këtu është sepse edhe ai, po them kështu kushtimisht, i cili është duke e bën një të keqe, edhe ai ka gjëra të mira në trup në shpirtin e tij. Sigurisht ka gjëra të mira, por na duhet ta urrejmë atë keqen, të zemërohemi për atë keqen dhe të mundohemi për ta përmirësojmë. E me qëndru pra neutral, absolut unë mirë edhe me këta. Jo xhamat, jo. Na po dojnë mirë edhe me ti edhe me qetrin, ama nëse na paraqitet një e keqe, ta përmirësojmë atë keqen xhamat, ta kthejmë në të mirë, t'i japim kohë pozitive dhe të zoje vend ajo dhe na të përfitojmë nga ajo e mira e tij xhamat. Këtu është qëllimi, kushdo që rri neutral. Edhe unë e baj me krejt. Kjo nuk ka në rregull, unë e baj me krejt. Por na duhet bëjmë me krejt, me të mirën e me të vërtetën që Zoti pra neve na ka mundësu me pas në vendin tonë. Çfarë ndodh xhamat edhe kur ne zemërohemi, çfarë ndodh në shëndetin tonë? Ajo ana shpirtërore kuptohet. Sjell pasoja negative dhe lë gjurmë të këshia pastaj. Ai zemrimi që mundet më ndodh xhamat, runa Zot mund shkohet te trashëgimtar, te xhemt, kështu me radhë, te nipa edhe me radhë. Por na duhet ta kemi parasysh se zemrimi mund të pas edhe ndikimin negativ pra në trupin tonë. E para, zemra fillon të rash shpejt. E dita, tensioni arterial ngritet. Rritet adrenalina. Krejt që to pra ndikojnë. Skuqja fytyrës. Këto janë ato elemente negative që paraqiten në shëndetin tonë xhamat. Fuqia, që këto shumë më rëndësi xhamat, fuqia fizike rritet, ndërsa fuqia shpirtërore bie. Njeri i cili zemërohet, fuqia e tij fizike rritet, ata s'ka kush më shkenal, se ai mendon në ato momente se unë tani më jam më i forti, mirë po bie fuqia e tij shpirtërore. Ai nuk kanë gjendje me përdor arsyen, me përdor mendimet pozitive, me fjalë qera xhamat. Zemrimi më as ka e kontrollon, ai nuk ka objektivin e qartë çfarë është duke vepruar në këto raste. Atëherë xhamat, si mund ta mposhtim zemrimin? Me zhduk tërësisht është e pamundur dhe jo e natyrshme bile e damshme. Me hek zemrimin nga ne është e pamundshme bile ma është e damshme. Pse ka disa raste kur ti duhesh me shpreh zemrimin. Përmendëm fillim kur bëhet padrejtësi,
kur preket pasuria, nderi, me fjalë qera, kur ndaj teje apo ndaj një shoqërie paraqitet një sen që është e padrejtë. Dhe në këtë rast zemrimi pra duhet me arë konsiderat, mirë po mos me i te kalu kufit. Muhamedi a.s. xhamat na këshillon që kur jemi të zemëruar, na ta ndryshojmë mjedisin. Do thot të largohemi nga dhoma. Që me fjalë qera e bie xhamat, kur jemi të zemëruar, je zemëruar, as mirë mu dal pi ati vendi. Mu qupi ati me xhilisi, me dal pi ati vendi, pi asaj kafe, ta më je zemëruar, kjo është me mira që mundesh me bën ti për veten tënde. Pastaj ta ndrojmë pra pozicionin ton. Nëse jemi në këmbë, të ulemi. Nëse jemi ul, me mundësi pra në të shtrihemi. Me bën pra me ndryshu qëndrimin ton. Pastaj më është mirë me marr abdes, siç përmend hadith pejgamberi jon alayhis salam, me marr abdes kur je i zemërum apo edhe me pi ujë. Një mundësi tjetër për ta mposh zemërimin me mendu pra në Allah. Mendo pra në Allah. Për kujto idhërimin dhe dënimin e Allahut. Dhe çfarë do të ndodh nëse pra ai ta shpreh idhërimin. Çfarë në ndodh nëse Zoti e qet pra në vepër idhërimin e tij. Një urtësi tjetër që besimtari duhet me pas parasysh xhamat, është që ai të pra ta përkujton Zotin me bë dhikr. Në këso raste, edhe kjo është një element shumë pozitiv i mirë me kontrollu zemërimin. Ne që kërkojmë falje tek Allahu, së pari duhet të i falim të tjerët. Këtu është ajo, po themi kështu, bazamenti kryesor, nëse vërtet pra na dëshirojna të mos zemërohemi. I kërkojmë falje Zotit shumë në rregull, ama më në rregull do të ishte për zemrën tonë dhe për shëndetin tonë dhe në raport me të tjerët me i fal pra me e fal tjetrin. Nëse e ke fal pra, atëherë zemra jote është e rahat. Me një hadith kutsi Allahu thot kështu: o biri i Ademit, kur të kaplon zemrimi, më përkujto mua. O biri i Ademit, kur të vije pra zemrimi, atëherë më përkujto mua. Vetë Allahu ka thonë xhamat që mëshira e tij dominon mbi idhërimin e tij. Atëherë si përfundim xhamat, zemrimi midis mendjes dhe shpirtit, si përfundim i asaj çfarë kemi thonë. Zemrimi është reagim njerëzor ndaj padrejtësisë. Është një reagim që Zoti e ka mbjellë pra në shpirtin e çdo njeriu kur të bëhet padrejtësi, mirë po pa e humb kontrollin. Sepse në këtë rast ai neve do të na kontrollojë. Shkaqet e tij janë stresi, fyrjet, lodhja dhe mungesa e durimit. Kush zemrohet, pra në këtë rast ai i cili nuk ka sabër. Pasojat janë të rënda, zemra trazohet, e mendja errësohet dhe fjalët plagosin më shumë se veprat. Pasojat janë të rënda xhamat. Zemra errësohet, mendja këtë rast pra nuk ka arsyen absolut që mundet me përdor. Edhe fjalët që na dalin janë me plag më të mëdha se sa veprat që mundna me i bën. Psikologjikisht çfarë duhet me bëj si besimtar xhamat? Heshtje, frimarrje e thellë dhe largimi përkohësisht që na pra ta ndihmojmë vetveten me të kalu atë situatë ku jemi. E Islami xhamat neve na mëson me hadithin e pejgamberit tonë alayhis salam, i fort nuk është ai që fiton pra në përleshje, por ai i cili kontrollon veten kur zemërohet. I fort nuk është ai i cili fiton në përleshje kur përlahet njëri me tjetrin, por ai i cili pra e kontrollon pra zemërimin e tij. Prandaj xhamat, më në fund në kësë raste, merr abdes, hesht dhe kërko mbrojtje tek Allahu. Kjo është ajo çfarë na duhet pra të jemi si besimtar dhe për përfundim duhet ta përmendi ata çfarë tham pra në fillim,
ku një urtar ka thonë kështu: një moment i durimit në kohën e zemërimit e shpëton njeriun nga vite të tëra të pendimit dhe të shtrimit. Një moment i durimit në kohën e zemërimit e shpëton njeriun me vite të tëra nga pendimi dhe trishtimi i tij. Lusim Allahun xhamat që zemrimi jon mos e të shfarit e i kalon kufit e tonë dhe mos jemi neutral kur ndodh një dukuri negative, por të reagojnë në mënyrë adekuate me njerëz të përshtatshëm për ta përmirësuar atë dukuri negative. Allahun e lusim që zemrimi jon mos jetë një shprehi, një zakon i një besimtari me pas kujdese këshire, ka darë se ki shtiki u fon ki, edhe tane ai mo me fituat binja se mu s'ka kush ma prish. Ashtë e vërtesë, ndoshta s'ka kush ta prish ti, po mos harro se dikush ashtë e përmbajt vetën, ndërsa ti duke mendu se unë jam ai i forti që tamam po mendoj se s'ka mu kush më poshtë, po me rëndësia xhamat, me rujt vëllazëllëkun mes vete, me pas respekt të ndërsjellë dhe për të ndihmu njënën tjetrin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.